Zbuluar një helmet ilire në Kroaci 2500 vjeçare. Një ekip arkeologësh kanë bërë një zbulim sensacional në fshatin Zakatorac në Kroaci. Ata kanë zbuluar një përkrenare të lashtë ilire, e cila daton më shumë se 2500 vjet. Arkeologët shtojnë se përkrenaria është e ruajtur mirë dhe i përket një luftëtare ilir. Në fakt, i kanë vënë emrin helmeta ilire. Ky është një zbulim jashtëmase i rëndësishëm sepse shënon kulmin e 4 viteve të kërkimeve në tumat e varreve, në të cilat u zbulua një sasi e madhe të materialeve të vlefshme që potencialisht mundëson informacione të mëdha të ilirëve para erëson. Arkeologët tregojnë se procesi i gërmimit për të zbuluar këtë helmet ishte i përpikt. Kjo bëri që ta zbulojnë me sukses, dhe ata nënvizojnë se helmeta është tej 2500 viteve e vjetër dhe është ilire. Raportohet gjithashtu se këto helmeta kanë simbolizuar gjithmonë statusin dhe autoritetin ilir. Për ne, kjo është një surprizë e madhe dhe zbulimi është vërtet i bujshëm për të gjithë, sepse nga këtu arkeologjia botërore do të detyrohet të mbajë një qëndrim më serioz për sa i përket popullit ilir. Në këtë zonë ka 27 tuma dhe priten të tjera zbulime, siç e kemi përmendur edhe në emisionin Enigma, për sa i përket piramidave në Bosnjë, ishte thënë se ishin ndërtuar nga populli ilir, deklarat që më pas